Pak ditë më parë, një automjet u përfshi nga flakët në qytetin e Rrëshenit, ngjarje për të cilën policia e Lezhës njoftoi se shkaki ishte një shkëndijë elektrike, por sot ish drejtori i burgut të Reçit në Shkodër, Andrea Përbasha, e kundërshton zyrtarisht këtë version, duke deklaruar se disponon pamje filmike që provojnë zjarrvënie të qëllimshme. Makina e djegur rezulton të jetë në pronësi të bashkëshortes së tij. Përbasha shprehet se kamerat e sigurisë kanë fiksuar qartë momentin kur një person i dyshuar i hedh benzinë automjetit dhe më pas largohet nga vendngjarja, duke zbritur poshtë një kanali. Sipas tij, pamjet janë të qarta dhe janë vënë në dispozicion edhe të policisë. Ai thekson se pretendimi për shkëndijë elektrike nuk qëndron, pasi makina kishte të paktën 48 orë pa u ndezur. Përbasha ngre pikpyetje pse policia nuk ka dhënë informacionin e saktë që në fillim, duke shtuar se ai vetë ka ndjekur pamjet e kamerave, si në prani të policisë, ashtu edhe privatisht. Sipas ish drejtorit të burgut, në video shihet qartë momenti kur autori hedh shishen e benzinës mbi makinë, i vë flakën dhe më pas largohet duke marrë shishen me vete. Ai shprehet i bindur se bëhet fjalë për një person ordiner dhe se ngjarja ka përmasa të vogla, më shumë se një akt hakmarrjeje për të shkaktuar dëm ekonomik. Përbasha thotë se nuk dyshon drejt për drejt se ngjarja lidhet me detyrën e tij si ish drejtori i burgut të Reçit, edhe pse nuk e përjashton plotësisht mundësinë e ndonjë hatërmbetje. Sipas tij, puna në një institucion të tillë krijon natyrshëm konflikte, por ai nuk beson se bëhet fjalë për diçka serioze dhe të organizuar. Ai shton se policia ishte në djeni të pamjeve dhe se hetimi duhet të thellohet, veçanërisht për faktin se autori sipas tij është plagosur gjatë momentit të zjarrvënies. Për këtë arsye, Përbasha u bën thirrje autoriteteve që të verifikojnë spitalet në të gjithë vendin, pasi personi i përfshirë mund të kishte kërkuar ndihmë mjekësore. Një aspekt tjetër i rënd i ngjarjes sipas tij është fakti se fëmijët e tij kanë parë të gjithë skenën, duke e përjetuar atë shumë keq emocionalisht. Përbasha e cilëson aktin si të papranueshëm, por edhe të pavlerë, duke thënë se nuk do ta çojë më tej intuitën e tij për motive më të thella. Në përfundim, ish drejtori i burgut shprehet se po ndjek personalisht çështjen dhe pret që policia të identifikojë autorin sa më shpejt, në mënyrë që ngjarja të zbardhet plotësisht dhe përgjegjësit të vijnë përpara drejtësisë.